Përshëndetje dhe mirë se erdhët në një video tjetër në këtë kanal. Jeni në kanalin Shqiptar sot për të nisur një video të re. Në fakt pas një mungese të gjatë këtu në YouTube-in e kanalit Shqiptar, por jemi rikthyer me një super pjesë këtu në Block Blast. Më duket se është pjesa e dytë, nuk e di. Por gjithsesi sot kam vendosur, kanë dalë disa gjëra të reja këtu në Block Blast, kështu që kam vendosur t'ju e tregoj edhe juve. Si që shikoni këtu në fund, kemi Adventure, Classic dhe More Games. Unë do të shtyp këtë More Games për të provuar këto lojrat pak nga pak, këto lojrat e reja që kanë nxjerr Block Blast. Loja parë është kjo, kemi për të bërë këto si vija, do shkojmë deri në një tip leveli, pastaj do të kalojmë edhe në lojrat e tjera. Nëse nuk na del kohë vetëm për këtë video, atëherë do të bëjmë pjesë të reja këtu me Block Blastin, pra për t'i provuar të gjitha. Okej, çojmë pak sa të zgjuar që jemi neve për t'i kryer këto levelet. Pak e kam studiuar këto lojrat, por gjithsesi jo krejtësisht. Kështu që do t'i eksploroj me juve. Okej, që nga të thjeshta këto të fillimit, pra 3 levelet e para, por si do t'jetë mendimi im në levelet e tjera. Okej, kështu duhet. Dhe kryem sërish, pra vetëm me të parën, jemi duke i kryer këto 4 levelet, pra 5 levelet e para, besoj se edhe këto mund t'a kryejmë me të parën. Jemi duke i kryer pra shumë shpejt, pra ndaj mezi po presim që t'na vinë ato të vështira që mos t'i kryejmë pra dhe të shohim pak dhe të vendosim mendjen në punë. Pse jo? Okej, jo, kjo s'bëhet tani kështu. Besoj se duhet të jetë kështu, jo. Okej, besoj kështu. Prisni pak. Jo. Atëherë ja ku qënë ka jo vështira që ne po e kërkonim. Tani si ta bëjmë këtë neve? Mos duhet të fillohet kështu? Okej, jo. Jo, mos ndoshta kështu. Prisni pak se më duket se e kryem dhe ja tek e përfunduam dhe levelin 6. Shpresoj që ju pëlqej kjo video sa më shumë sepse do të përmbaj plot argëtim brenda. Okej, eci me levelin 7. Tani nuk e di. Okej, e kryem. Qënë kanë të thjeshta, por duhet të vendosësh mendjen në punë në shumë levelet të kësaj loje. Okej, ta kryem pakës. Jo, këtë s'mund ta kryej. Prisni pak, mos ndoshta duhet kështu. Prisni, okej, se besoj se e gjeta mënyrën se si duhet ta kryej. Okej, e kryem dhe levelin 8. Pra 8 levelet e para deri tani mua po më duken të thjeshta. Do të shojmë në levelet në vazhdim, si do t'jenë. Okej, po e bëj një herë kështu sepse u përdor ka shumë kjo mënyra. Okej, dhe ja tek e kryem. Okej. Edhe leveli 9 u krye, tashmë do të vazhdojmë edhe me levelet e tjera. Ndërkohë besoj se të gjithë e kanë parë që kanali Shqiptar ka bërë reklamin e ri për sponsorin ton general. Okej, kjo nuk ishte diçka e mirë, pra se bëm mirë këto. Mendoj se duhet kështu. Shpresojmë. Okej, dhe ja tek e gjetëm rrugën e duhur për ta kryer dhe levelin e 10. Do të shohim levelet e tjera, pra deri tani nuk më duket ndonjë gjë e vështirë. Të gjitha të lehta, me pak fjalë. Okej, tani si mund të jetë kjo? Kjo pak e vështirë këtu në fillim. Kemi dhe 3 ndihma mund t'i përdorim gjithsej, por një herë për një herë dua t'i bëjmë kështu. Vet lojën. Ta bëj një herë vet. Okej, jo, s'është kjo mënyra e duhur, ndoshta duhet këtu. Ta shikojmë pak. Jo, prisni, këtu, apo jo, këtu, jo, tani është pak, fillon dhe vështirësohet pra loja, jo, këtu, jo, atëherë mendoj se duhet ta kthejmë edhe një herë, ta bëjmë kështu.
besoj se mund t'jetë kjo mënyra e duhur. Jo. Atëherë, të përdorim ndonjë mënyrë tjetër. Atëherë, kështu. Jo. Prisni pak, kështu. Ky level po më duket pak i vështirë. Çon ka pak level i vështirë, por gjithsesi besoj se do të mundohemi t'ja dalim sepse ka akoma kjo video. Thjesht do t'ju thoja pra që të qëndroni me kanalin shqiptar se besoj që do të rikthehemi me disa super prodhime të reja të bukura që besoj se do t'ju pëlqejnë. Atëherë, mendoj të përdorim një mënyrë tjetër tani. Kështu. Jo, nuk përfshihet kjo tani. Prisni pak, të mundohemi të gjejmë mënyrën e duhur. Kështu, prisni pak. Okej. Ja, s'vën. Okej, po e marrim ndihmën pak. Po, kështu pastaj. Dhe si t'ja bëjmë ndryshe. Aha, okej. Kjo ndihmë ishte një ndihmë e përkryer dhe me të vërtetë që loja pas ka qenë shumë e zgjuar, se këto ndihma na neve për ta kryer këtë level. Këtë level të tillë, se disa lojra kanë ves nuk të ndihmojnë as pak, vetëm çfarë ta vështirësojnë kur i kërkon ndihmë. Atëherë, kjo mund të jetë kështu. Tani e kryem. Okej. Pra 12 levelet e para që më kanë super levelet të thjeshta, po presim, pra jo të gjitha, me pak fjalë, por ama duhet të vendoset truri në punë. Atëherë, këtu nuk jemi as pak mirë, kështu që më mirë të fillojmë edhe një herë. Ja, nuk ishte e duhur kjo. Besoj se kjo mund të jetë diçka e duhur për të kryer këtë super level. Okej. Kjo që ka rruga, pra nëse doni të luani edhe ju lojën Block Blast, mund qini disa sugjerime për të zgjidhur lojën që jam duke ju dhënë unë. Atëherë, ky level mund të jetë një level i vështirë. Kështu që duhet të kemi kujdes me përfundimin e këtij leveli. Betëm sërish. Okej, ja. Është e vështirë për ta kryer këtë level. Tani ndoshta duhet nga këtu ta fillojmë. S'mendoj. Jo, s'mendoj. Okej, jo, që kam të vërtet një level i vështirë tani, filloj të vështirësohet, të kryejmë edhe këtë level dhe besoj se do të shkojmë tek loja radhës pak për të parë të gjitha lojrat që kemi këtu tek Block Blasti. Përdorim edhe këtu një ndihmë. Okej, mos ndoshta kjo është një ndihmë e mirë. Atëherë bëjmë këto si zigzake, sepse me të vërtetë që i paska vetë këto loja. Këto zigzaket, pra pak a shumë duhet të mbështetemi tek zigzaket kur në levelet e ardhshme. Okej, po e dalim tashmë. Po shkojmë pak tek tic-tac-toe. Le ta provojmë pak. Atëherë janë këto levelet e thjeshta tani në fillim, por besoj që me kalimin e kohës, pra duhet që t'i bëjmë vetë. Ja pra. Tregojmë pak të zgjuar, ne në këtë kanal e kemi bërë pra shumë herë këtë tic-tac-toe, kemi bërë edhe në një lojë tjetër që përmbante shumë lojra të ndryshme, jo vetëm X rrethor, pra por edhe lojra të tjera. Ka qenë pra pak a shumë si Robloxi ose si 1, 2, 3, 4 player. Gjithsesi, vazhdojmë pak. Tani na u bë i zgjuar këto kompjuteri, pra se kompjuteri quhet, kështu që na u bë i zgjuar ky, duhet të tregojmë edhe ne edhe më të zgjuar dhe mos ta lejojmë të fitoj. Atëherë nuk fiton askush me pak fjalë. Okej, të vazhdojmë edhe një lojë mendoj, sepse tashmë u bë i fort boti ose kompjutera tani, se unë nuk jam shumë i mirë me anglishten.
Gjithsesi, okay, e kryem dhe këtë me sukses. Ta provojmë edhe një lojë dhe po e lëm tani këtë lojë krejtësisht. Po e lëm pra këtë lojën X rrethor. Okej, tani të dalim nga kjo lojë dhe të shkojmë njëherë tek kjo Fruit Merge. Kjo është një super lojë. Besoj se këtë do ta vazhdojmë edhe me pjesë të tjera. Do ta vazhdojmë edhe me pjesë të tjera në këtë kanal, pra sepse Block Blast i ka nxjerrë disa gjëra të reja, kështu që ne kemi për detyrë që pse jo mos të luajmë dhe mos të shohim update-et e reja që bëjnë lojrat që neve i kemi luajtur deri më tani, pra, dhe që i kemi dhuruar pjesë këtyre lojrave, pra. Okej, këtë ta çojmë këtu. Pra, po t'i bashkojmë, na janë bërë 3 rresht kështu topash njësoj. Duam pra që t'i bashkojmë me njëra tjetrën, por s'po mundem. Atëherë mund të bashkojmë edhe këtë pak. Okej. Tani këto lule shtrydhet. Kjo mana fermë duket është kjo. Tani u bashkuan dhe këto dy si topa, dy frutat. Nuk ishin edhe fort si fruta, nuk mu duken si fruta, ndoshta ju e dini frutin, nëse e dini atëherë ju lutem shkruani në komente nëse keni të lejuar normalisht. Okej, shumë mirë, është një super lojë, pra Block Blast është bërë një super lojë. Prandaj do t'ju thoja që ta provonit, pra sepse kanë thirrë update-et të reja, gjëra të reja, kështu që po t'i provonit nuk do t'ishte keq, pra. Është edhe një lojë në fakt që të mban të bërthyer dhe nuk lejon pra që të ndalosh së luajturi. Sepse ka tashmë që kanë shtuar edhe këto gjërat e reja, kanë bërë update-in e ri, tashmë është bërë një super lojë. Sepse më përpara nuk ka qenë një tillë, nga që ka pasur pra vetëm për të vendosur ato si bloqe, kështu që nuk është se ka qenë diçka e madhe. Por tashmë me të vërtet që ky update i ri i ka bërë mirë Block Blastit dhe besoj që do t'i rritë edhe këto playersat, numrin e playersave do t'a rris tek Block Blasti. Është një super lojë me të vërtet, është bërë por edhe ka qenë, sepse nuk mund ta shaj, ka qenë një super lojë gjithmonë Block Blasti. Prandaj edhe un kam zgjedhur që ta jap pra ta nxjerr edhe në kanalin shqiptar, pra, sepse ka qenë një lojë e bukur. Okej, tani po e lëm pak këtë lojë sepse ndoshta kthehemi sërish, por të provojmë këtë lojën tjetër përpara se të na marrojnë koha e lojës. Atëherë dhe jetë pra një shishe e mbushën plot edhe këtë tjetrën. Okej, të shohim pak next puzzle. Pra me Block Blastin, pra me pak fjalë do të vazhdojmë shumë me Block Blastin. Do të ketë shumë pjesë Block Blasti. Okej, le të vazhdojmë tani. Shpresoj do ta kryejm edhe këtë nivelin 2 me sukses, sepse është një level i thjeshtë, pra. Next puzzle. Shohim pak çfarë ka rezervuar leveli i 3 për neve. Okej. Ta çojm pak këtë të verdhën tek ky shishja bosh. Okej, të kuqen e lam aty. Tani unë doja kështu të ishte, por në fakt okej. Edhe jeshilën tek jeshilja. Vazhdojmë. Okej, të kuqen po i lëm të kjo shisha bosh, edhe këtë tjetrën, dhe besoj se kemi kryer tashmë krejtësisht edhe këtë level. Next puzzle. Okej, vazhdojmë. Deri tani është duke ecur me shumë sukses. Është duke ecur me shumë sukses i gjithë videoja, por edhe këto lojrat janë duke na pëlqyer shumë. Okej, edhe këtë lojë po bëj, ndërkohë unë po bëj mbylljen, sepse ju e dini që gjatë mbylljes unë flas shumë dhe kam ves, kështu që next puzzle, por neve do takojmë sërish në videon e radhës, sepse kemi për të dhënë edhe pak reklamin e Soleil Silver, ndoshta, kështu që deri atëherë like, subscribe, comment dhe share dhe bashkë shihemi në videon e radhës. Miru pafshim, shihemi në videon e radhës, qëndroni me kanalin shqiptar, sepse gjithmonë do të ketë disa prodhime të reja dhe më të bukura sa ato që ka pasur më përpara me këtë fillim të sezonit të ri televiziv. Bye bye.